Zoti Engjëll, cila ka qenë akuza që ju kanë arrestuar? Dhe zakonisht i bie që në paraburgim ndonjëherë ajo dhe mund të ndryshojë para se të veshën gjyq. Si ka ndodhur me juve? Ja. Për arrestimin tonë ata i kishin përgatitur akt akuzën. Që pa u arrestuar ne. Edhe akt akuzat tonë që ditën e parë të arrestimit ishte grup kundër revolucionar për përmbysjen e pushtetit popullor me dhunë, që ne se kishim menduar atë me dhunë. Dhe kjo akuzë qëndroi deri në fund, organizatë kundër revolucionare për përmbysjen e pushtetit popullor me dhunë. Kjo është akt akuzat tonë. Dhe kjo që ishte në fillim, kjo qëndroi deri në fund. Në periudhën kur ishit në paraburgim, çfarë kujtoni? Ishte periudha më e tmerrshme që jo çdo njeri mund ta përballonte. Kishte që kalonin vetvrasje, kishin që kalonin në çmendti, kishte që kalonin në depresion shpirtëror. Ajo ishte periudha më e vështirë. Kishte tortura, në të gjitha llojet e torturave. Po tortura më e tmerrshme ishte ata që e kanë provuar në Etusi, ishte në 4 pallacinat, në bincat e atyre ishin birucat. Po mbi ato biruca ishte një binc tjetër që ishte me ujë. Në shkallët, kur zbrisnin në shkallët, ishte një me ujë dhe ishte një dras atje që kishin vënë, ai ishte pellk me ujë, edhe mbi ta ishte një dras. Veç birucës, ajo ishte dopja birucë, që kur bënje në një ashu, të linin atje 24 orë. Që o do të binje në ujë, do të rinje 24 orë pa fjetur. Pa kështë rast edhe më tepër, po 24 orë e kishe të sigurt atë. Veç asaj, ti të regosh ato gani me gjitha ta, më mirë ti din njerëzit, ata që si din. Në birucat e Korçës arrinte temperatura minus 15 gradë. Dhe në orën 11 të natës të vinte të merrte polici dhe të çonte në Etusi. Ato kariket e cimentuara ishin gjitur me sobën, që ishin ca soba me tallash, ishin gjitur me sobën. Të shkosh nga biruca me minus 15 gradë, se mua më ka qelluar që ta bëj me Etusi në periudhën e dimrit, se jemi arrestuar në nëntor të 74-s. Sa kohë ndendet në birucë? Kam ndendur 8 muaj. Të menin të qonin atje në atë sopë, nuk të pjështë Etusi, fare. Vetëm të linte aty gjysmore ngjitur me atë sopën që ajo shkuqësh nga tallashi. Edhe të merte të qonte prapë në birucë në minus 15 gradë. Nuk kishte gjë më të mërshme se ajo, kur fillonje që dridhesh trupi, sa nuk mund të komandonje me, se mbanje do të dridhjet e trupit. Ahere ishim detyruar të zhvishim lakuriq dhe të mbështillsim me atë guvertën që ishin, ca guverta që ishin që ndoshta që të luftës parë botërore, jo të luftës dytë botërore, që dukesh dielli me atë shpërbukuri. Mbështillsim me atë guvertën se ato rrobat e trupit ishin bërë ujë nga djersa që dërsinim aty. Edhe e kishim gjetur këtë mënyrë, zhvishim e mbështillsim me atë guvertën që qetësonin veten edhe trupin edhe ato dridhjet. Se rrezik të thyeshin dhemët në gojë nga armiku tonë më i të mërshëm në atë periudhë ka qenë ajo druja që ngjishtin tallashin e sopës. Se kur të riste në Etusi ju dhe ti nuk pranonje ato butallallë që të thosh ajo që duhet i pranosh se të mund, ajo e kërciste druja e sopës. Këte kambe. Ku të zinte, s'kishte. Se kur hynje në Etusi, atje ishte fotografie ati që s'duat ja ze emri, edhe poshtë të thësh këshu, si që kisha ato citate si të Mao Zedongit, timet të kryen në mënyrë sa më demokratike. Bile kur kam hyrë njerë në zyrë, basi më kishin të bërë telef, po hiqeni atë dreqë të që kini ven atje me gjitha të citat që ka poshtë të shumë. Përse i kini ven atë dhe shku ju të bëni
ju të thueni brinjit, tash e më mbani atë atje, ja këto janë ato politikat tuaja. A here filloj për së dyti ajo, për leshja me ta. Mi sillin fëmijit mua, më merrte në etosi, e mi nxirrte fëmijit aty në obor për jashtë, shikon ata tash, ka marrë malli, pas kaq muajve në etosi, e s'ke për t'i parë kur ata fëmijit, se ata do të vdesin në internim, se atje s'kan as të hanë, as të pinë, as të vishen, as të mbathen. Ja kjo, kishte torturë. Çfarë kërkonte hetosia nga juve? Hetosia nga neve kërkonte që deshet ju që ju ngrit kundër këti sistemi. Ky sistem është më i mirë në botë. Ky sistem është kështu, ky sistem është kështu, ky është kështu. Edhe na i thoshin ne që ne e dinim e njinim atë sistem, se kur kemi rënë në burg ishim mbi 30 vjeç. Unë kam rënë në moshën 32 vjeç. Edhe e njihnin mirë se ç'ishte ky sistem. Kur e njihnin këta dy shokët e mi që vinin nga një stres që ishin pro ati sistemi, Dimitër Zgurua ishte antar i Partisë së Punës. Tanasi, siç thashë, ishte familje të shmori. Kurse unë e kishe përsuar në kuris që më 45, edhe e njihnin mirë atë sistem. Kështu që pse ju kundërvut juve këtij sistem, që ky sistemi është më i mirë në botë. Tash edhe ju do të bëj një pyetje, a ishte sistemi, ajo sistemi më i mirë në botë? Nuk besoj që do të më aprovosh. Po, që kështu ishte, këto e na kërkonin, që pse ju kundërvut sistemi, ju deshit të vrisnit e Enver Hoxhën. Të vërtet, një ide ishte, po ama mundësin nuk e kishim që ta kryenim atë. Edhe njerë që mund të bënim, nuk arritëm që të realizohesh. Ishte një Si ishte kjo ide? 2 shtëpi me poshtë, se shtëpia time ishte shtëpia Pilalerës. Pilalera, heroi i punës socialiste, deputet në Kuvendin Popullor, dhe vinte Enver Hoxha për vizitë. Ne e muan vesh këte se e shoqja e Pilas erdhi mori ca karike, ca gjëra në ne, se kështu ishin komshinje dhe nuk kishin në një... Më përse i do të vijë Enver Hoxha, tha se kish ditëlindjen Pilalera. E unë jo them këtyre shokëve tash, poshtë shtëpisë time ka shtëpinë Pilalera. Do vijë Enver Hoxha tash unë për vizitën në Pilalera. E ngrihet Tanasi. Ore ta vrasim, tha atë, që e shikojmë tha që në këtë sistem, se ne kishim 3-4 vjetë që merreshim me këto parulla, po nuk bëshim ata që vinte mirë që vinin parulla ne. Pa ama edhe mendonin e këte që ky do t'jetë në një grup një 3-4 vete, që s'ka që na bene për kotë që na i bën këto avaze. E thot Tanasit gjotë, mirë ishte thot ta vrisnim atë. Thanas tash mirë është, por nuk e bëjmë dot, do vi unë në shtëpinë tënde, thot Tanasi, e do ta bëj unë këtë punë. Unë fëmijët i kam më të rritur se ty. Unë kishe 2 pleq, kishe edhe 2 fëmijë të vegjël. Njërin 3 vjeç, njërin 6 vjeç. O Thanas, po që ka do ta bësh këti, ti ka do ta vrasësh tash unë Enver Hoxhën, që ka shtëpia tënde. Po e bëre ka shtëpia time një lloj është, si ti si unë. Edhe unë marr fund me këtë punë. Mënyrë tjetër s'ke, jo, tha, po s'kam këtë. Po ta provojmë. Mirë, po neve një ditë përpara na kanë ardhur në mbrëmje sigurimi, e na tha, kini njerëz të huaj që janë të familjes këtu në shtëpi? Nëse kini, nesër në mëngjes, në mos sot, nesër në mëngjes duhet të largohen nga shtëpia dhe të jenë vetëm pjesëtarë të familjes. E para. E dyta, të nesër në mëngjes u bllokua rroga tonë që në krye, shtëpinë unë kam kashim me gjimnazin Raqi Qenë. U bllokua rruga që në krye, edhe në fund që të pyesnin kur i, të merrni numrin e shtëpisë ku je, ku banon, pa mund të qarkullonje në atë rrugë. Ndryshe nuk hynte njeri tjetër në atë rrugë. Thanasi që në mëngjes vjen atje në krye të rrugës, ku vetë atje? Po e ke shtëpinë, po e kam shëndriat. Po këtë çdo ti, ktheu. Megjithëse Thanasi ishte shinjestër se ishte në atë kryqin që ishin vënë.
U kthye Thanasi, ne na erdhi një për të sigurimit të degës, edhe na zbriti në katin poshtë. Në katin poshtë ne s'kishim dritare nga rruga. Në katin sipër kishim dritare nga rruga. Na zbriti në katin poshtë e tha, derisa t'u them unë, nuk do ngjitet. Ai rinte në katin sipër. Ky i sigurimit, ne rinim në katin poshtë në shtëpi. Derisa t'u them unë, tha, nuk do të ngjitet njeri lart. U ngjit njeri lart, unë e mora, tha, gazi ishte në dera, e puta brenda. Që që edhe si kur të kishe mitrolos unë edhe top, s'kishe qartë i bëjnje në Verogjë, se duhet të prish një murin në shpis që të dilnje në rrugë. Kjo ishte ajo që në thoshin dëshit të vrisnin në Verogjën. Se, qikon, kur je grup hetusia të përçanë, kur je vete ke mbledhur mendjen ti që këtu do të qëndroj edhe mbaroj punë. Kurse kur je grup hetusia të përçanë, se i thosh, a ju ka thënë për ty që ti ke dashur të bësh këtë. A ju tjetri ka thënë për ty kështu. Kështu që kjo ishte mënyrë e përçarjes dhe të kundravinte me shokun. Të kundërvijishe ti ati. A ju pse ka thënë për mua të theme unë për atë? Edhe këto janë gjërat më të tmerrshme. Megjithatë, ne grupin ton nuk e arritën të përçanin deri në këtë mënyrë, po ama pati edhe aty disa gjëra që kundërvijishin njëri tjetri. Si kaluat zoti Engjëll procesin gjyqësor? A ishte i montuar apo dënuar në bazë të fakteve që ju kishin kryer një aktivitet kundër atij pushteti? Po ta marrësh me atë që ndodhte në Shqipëri në atë kohë, unë them që ishte tamam sipas asaj. Megjithse trupi gjykuesi ishte një kukull që vish në lëvizje nga dega. Unë përpara se të dilnim në gjyq atë ditë, më ka thirrur ky Reshat Liska, që tash ramë në fund në dorë të Reshatit. Edhe më tha, do tha të lajmërojmë në shtëpi, tha se sot dilni në gjyq, tha, të sjellni në një par rroba, në një çu të ndroshem. Ore, thash, unë nuk shkoj në dasmë, në gjyq jam, mirë jam me këto që jam, thash, po deri ku e kini synë? Po jem mbi 20 të tha, edhe poshtë 25-ës. Se mbi 25 ishte plumbis, kishte tjetër. Jem mbi 20, ta them këtë, tha. Ashtu thash unë e mirë. Dhe me thënë që unë dënimin afërsisht e dinjes ato dënoshe. Se ma tha që aty, edhe në gjyq, në kotë që në nëzuar, më mirë të në këshin dhe në dënimin aty, në gjyq e di përse në kanë zirë ne, jo për të në gjykuar gjykata, po për të në parë njerëzit populli që ja që po ju bëjmë këtyre armi që deshin të rëzonin pushtetin popullor. Vetëm për opinion. Ju e pranuat akt akuzën? Unë jo, nuk e kam firmosur. As në hetusi, ato që më kërkon. Hetusi, ato që thoshte vetë i shkruante, vetë i firmoste. Unë si kam vënë firmën në procesin e timor që ishi. Po edhe në gjyq, unë nuk e pranova akt akuzën. Isha gjithmonë i mbështetur te ajo që kishe lexuar në ajo broshur e OKB-s. Që kishin të drejtë të protestonin, kishin të drejtë të kishin bindjet tona politike, të kishin të drejtë në fesë, qarë fe dëshiroje. Unë i thëshe, jeni antarë të OKB-s? A jemi? Po. A thotë kjo, këshu, merren i lexojnë. Bilej janë drejtuar edhe sallës, sa më thanë do të ndërpresim seancën gjyqësore, se po i bën edhe këtu, po bën agitacione propagandë, po i bën thirrje këtyre që këta janë gjithë, se në sallë ishin drejtor ndërmarrje, sekretar partish, nuk ishin kështu, s'kishte publik të. Ju ishit në gjykim në grup apo tek? Në grup. Po dëshimtar kishit? Kishë. Dëshimtarët ishin të sajuar. Me asnjë dëshimtar nuk njihej unë nga ata që më dollën në gjyq. Vetëm me njërin ishte një fotograf. Që të shin, Thanase thoshin, bie emrin s'jam bajme.